punë nga e cila më shkëputën pa drejtësisht dhe pa besisht. Ata që donin të më shinin me pranga nduar dhe jo me lopak nduar. Kryeu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka reaguar për herë të parë pas vendimit të gjykatës kushtetuese që u rikthye në detyrë, duke e cilësuar atë si një fitore të demokracisë dhe votës së lirë. Për shkak të kushteve ku ndodhem, vetëm tani mundem të çoj këtë pusull postim me avokatët. Drejtësia kushtetuese foli. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ishte një vendim për të rikthyer mandatin mbi mua, por për të kthyer atyre që ju përket, popullit të Tiranës. Ky nuk është një vendim për një njeri, por për demokracinë shqiptare, për votën e lirë dhe për çdo qytetar që beson se pushteti buron nga populli dhe i përket atij. Gjykata kushtetuese rivendosi jo thjesht një mandat, por dinjitetin e ligjit dhe besimin se shteti ka ende busull. E drejta mund të vonojë, por nuk harron. Faleminderit për çdo qytetari të Tiranës që besoi, që priti dhe që nuk u dorëzua. Unë do të bëj çdo gjë që është në dorën time, që puna të vijoj dhe të kërkoj pa u ndalur që të mos pengohem në ushtrimin e mandatit që më keni besuar. Tirana nuk ndalet, ju dua shumë, shkruan Velia në një reagim në rrjetet sociale.